Gjithmonë fillimet janë të vështira. As unë se kom pas lehtë, kom pas shumë lehtë pa gjëmë, kom pas shumë sakrifica, nashta shumë ka herë edhe shgënjime, po asnjëherë nuk ban më dorëzu, edhe vetëm me konë pozitiv dhe çështo mendoj se ja del përpara. Po me këtë biznes të ndenar bëra mundesh me jetu mirë? Po, besoj që mundesh me jetu mirë, për deri çfarë do të thonë jeton mirë me kalimin e kohës se rriten edhe familjet për shembull aset, një gjithmonë ka shpresë për mirë e ma mirë. Po. Pra besoj që është mjaftueshëm për deri tash për një një familje. E mjaftueshme edhe sa mos me lën vendin me kontribu në vendin shumë e saktë. E Arbër këto fotografitë, që kjo më pëmler për shtypje shumë, se shumë e më përqenjë. Qysh po e shkrim fotografi në Arbër? Krejt si drum, kanë shumë e shkrime. Kjo është do me thonë logo, vendosen do sikur barishten to janë, sikur gjona sikur pika tujt, si me thonë. Apo? Po, vendoset është letër, pastaj me dorë, me pegull, dhe del kjo formë. Po. E Arbër makinerit ku i ki për punime? Makinerit për punime, une thashe ma shumë kjo është dhënti e Zotit, punoj me gjona thjeshta, me dalta, me maqina. Më në menova na i makinerit madhe. Po, është thjesht e handmade, dhe me thonë kjo punë. Kom maqinën e pyrografisë, këto që përshe, është kjo e gavrimit vogla, pastaj janë daltat për gavrime më të mëdha. Që do që apushin me që to punon, me sto cikrime, shumë i thjesht. Me që to që punon, besa e ke kryua dhe qatë drunin e madhë. Po, tu punun ta, tu gryj ka pak. Ako ma e tu punun ta? Po, hala ka pun ta. Sa po ti ka marrë? Kjo mi ka marrë dikon 2 javë, nashta intenziv kom punun ta. Që dalë të shka i bukur. Kërkesat e klienta Arbër, qysh po janë, qka po kërkojnë ma shumë të? Mas shumë na për restoranet ndryshme kërkojnë gavrime, për shembull emrat e restoranit, mjau daltu me dalt, me nxerr, pastaj kërkojnë fotografi, dron, pastaj tavolina, pastaj dekoret ndryshme që kanë me dronin. Besa edhe këto kohët e fundit, po vrejen shumë punimet e dorës, përkatësisht me dru. E që sa vite është bo kjo kërkesë, është rrit kjo kërkesë? Zakonisht kohët fundit, do me thonë njerëz dhe ka nis ka pak të vedisu, të ik ma shumë modernes dhe t'ju kthy gurit dhe dronit që thojnë. Dhe ka, do me thonë, ma shumë ka kërkesa për që janë t'ju kthy sanet e vjetra. Besa dhe punim më vdore, se po vrejet, më doket që po vrejet ai kontributje, ai talenti, ma mirë se me një makinë për punu mes. Sa ma thjesht, sa ma bukur. Po për ndryshë Arbër, ka ndë kishe falenderu mas shumë të për këtë arritje? Për këtë arritje, mas pari e falenderoj Zotin, pastaj e falenderoj babin tim, se i ka pasë të thoi njerëvat e gjana, mu marrë me mu, edhe me mna i ofër në gjdo ku. Po ti në përshpi familje sa e ka dhe këtë... Ju, definitivisht, ju nuk vetëm te ke përcjell këtë talent të babit. Po. Në rregull atër është në të vërtet fat, dhe besoj që njëtët e babit krenar kur të shatë punu. Patjetër. Po naj kritik që ta ka dhënë babit gjatë punës, që kisha mujtë me na përcjell edhe neve me na metë. Po, shumë e vërtet, nashta kom ka parë në herë që jem mënu me bo një punim pak ma shpejta me diçka, ma ka thonë për shembull një fjalë që nuk i nevoj mu gut, edhe ma ka dhonë kritik se ai për shembull kur ta merr klienti, ai duhet më doj kënaqshëm. Kur është i kënaqshëm, dojmë edhe na të kënaqshëm.